Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Lëvizja qytetare që kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama zhvilloi protestën kombëtare në Tiranë me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe përfaqësuesve të diasporës shqiptare. Gjatë ubimit u përsëritën thirrjet për largimin e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Organizatorët e cilësuan pjesëmarrjen e diasporës si një nga elementët më të rëndësishëm të mobilizimit. Lëvizja qytetare që për javësh proteston përpara institucioneve qendrore zhvilloi këtë të premte protestën e saj kombëtare në Tiranë, duke mbledhur qytetarë nga zona të ndryshme të vendit, por edhe përfaqësues të diasporës shqiptare. Tubimi u zhvillua në bulevardin përpara kryeministrisë, ku protestuesit përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, largimin e qeverisë dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Organizatorët e protestës e cilësuan pjesëmarrjen e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit si një mbështetje të rëndësishme për lëvizjen, duke theksuar se mobilizimi i diasporës i dha tubimit një shtrirje më të gjerë. Gjatë protestës u mbajtën fjalimet dhe u përsëritën mesazhe kundër qeverisë, ndërsa pjesëmarrësit bën thirrje për vijimin e reagimit qytetar deri në realizimin e kërkesave të tyre. Protesta kombëtare pasoi tubimet e përditshme që kjo lëvizje ka zhvilluar në Tiranë gjatë javëve të fundit, duke shënuar një tjetër mobilizim të gjerë të qytetarëve kundër qeverisë. Banorët të Belshit kanë dalë në protestë kundër projektit të ri të reformës administrativo-territoriale që parashikon bashkimin e kësaj bashkie me Elbasanin. Qytetarët kërkojnë që zona e tyre të ruajë statusin aktual dhe kundërshtojnë ndryshimet pa konsultim me komunitetit. Protesta në Belsh i bashkohet reagimeve të tjera në vend ndaj hartës së re territoriale. Qytetarët të Belqit kanë zhvilluar një protestë kundër ndryshimeve të propozuara në reformën e re administrativo-territoriale, e cila parashikon përfshirjen e kësaj bashkie në Bashkinë e Elbasanit. Dhjetra banorë u mblodhën në qendër të qytetit duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj kësaj nisme. Me pankarta në duar, ata kërkuan që Belqi të vijojë të funksionojë si njësi administrative më vete, duke argumentuar se ruajtja e bashkisë lidhet me identitetin dhe përfaqësimin e komunitetit. Protestuesit kërkuan që institucionet vendore të mbajnë një qendrim në mbrojtje të interesave të banorëve dhe të përcjellin zërin e komunitetit në procesin e konsultimeve për hartën e re territoriale. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për Dumren, e cila së bashku ne do ja dalim që ta mbajmë Bashkinë e Belqit këtu dhe të kontriboj sa më afër ju. Tani unë nuk po e zgjas shumë se kam një intensitet shumë të lartë për firma, por si iniciator i kësaj proteste ure kam i pyetje. Ure mos e keni pa gjë dhe kryetarina, dhe deputetina. Ure se na del bukur flet atjere, po të vi këture, ti lexoj pak to reforma esenciale, jo territoriale. Kanë ardhur këtore, shoqëria jone, janë njerëzit tonë këtore. Rilindja është e vërtet do të bënte Belqin kryeqytetëre. Ure po hajde. Ure po këta punojës në bashkisër që paguhen me taksat tona, po dilin nga frika, dilin. Se dim që edhe Belqi, ashtu si 10 bashki të tjera në Shqipëri, po përballet me një kërcënim që ne e themi prej ditësh e prej vitesh. Centralizimi i pushtetit vetëm në pak duar. Shkrirja e këtyre bashkive nuk është një koincidencë dhe nuk është një fakt i cili nuk është pa qëllim. Shkrirja e këtyre bashkive do të thotë që pushteti që tani ka qenë në më shumë duar të centralizohet në më pak duar, në mënyrë që qeveria e Edi Ramës të kontrollojë më lehtë. Sipas qytetarëve, një bashkim i mundshëm me Elbasanin mund të ndikojë në mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike, në përfaqësimin lokal dhe në zhvillimin ekonomik të zonës. Ata kërkojnë që çdo ndryshim në ndarjen administrative të shoqërohet me konsultime të gjëra dhe të merret parasysh vullneti i banorëve. Protesta në Belsh vjen pas reagimeve të ngjashme në disa zona të vendit ku komunitetet dhe përfaqësues vendor kanë kundërshtuar ndryshimet e propozuara në kuadër të reformës administrativo-territoriale. Banorët të Rogozhinës dhe zonave përreth kanë protestuar pas ditën e sotme kundër hartës së re të ndarjes territoriale. Të mbledhur përpara bashkisë, qytetarët kundërshtuan ndryshimet e propozuara, duke deklaruar se ato cënojnë funksionimin e shërbimeve dhe lidhjen e komunitetit me pushtetin vendor. Me thirrjen Rogozhina nuk dorëzohet, banorët e qytetit dhe të njësive përreth dolën në protestë për të kundërshtuar hartën e re territoriale. Qytetarët u grumbulluan përpara godinës së bashkisë, ku kërkuan që zëri i komunitetit të dëgjohet dhe ndarja e re të rishikohet. Sipas protestuesve, ndryshimi i kufive administrativ do të ndikojë drejt për drejt në marrjen e shërbimeve nga bashkia dhe do ta largojë më shumë qytetarin nga institucionet vendore.
Një pjesë e thirrjeve të tyre ju drejtuan edhe presidentit të Republikës, i cili është në origjinë nga Rogozhina, duke i kërkuar të angazhohet për të mbrojtur interesat e qytetit të tij. Presidenti i Republikës Shqipërisë është nga Rogozhina, është nga bashkia jonë. I kërkojmë atij në emër, nëse do më lejoni të flas dhe në emrin tuaj, i kërkojmë atij që të ndikojë pozitivisht në komisionin parlamentar, të ndikojë pozitivisht tek kryeministri i Shqipërisë, të ndikojë pozitivisht tek të gjithë deputetët që kanë dorë këtë punë. Ne duam përkrajen e presidentit të Republikës që bashkia e Rogozhinës të ngeli bashki. Qytetarët të bashkisë Rogozhinë, ju faleminderit. Banorët shprehen se Rogozhina ka një identitet të veçantë dhe se çdo ndryshim territorial duhet të merret pas konsultimit me komunitetin. Protesta vjen pas diskutimeve për një hartë të re të ndarjes administrative territoriale, e cila sipas kundërshtarëve mund të sjellë pasoja në organizimin e pushtetit vendor dhe ofrimin e shërbimeve publike. Qytetarët vijojnë se do të vijojnë reagimet e tyre deri në marrjen në konsiderat të kërkesave të komunitetit. Banorët e Selenicës kanë zhvilluar një kuvend qytetar kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë me Vlorën në kuadër të reformës administrativo-territoriale. Qytetarët shprehen se ndryshimi mund të sjellë më pak investim dhe dobësim të përfaqësimit lokal. Komuniteti paralajmëron hapa të mëtejshëm për mbrojtjen e statusit të Selenicës si bashki më vete. Banorët e Selenicës janë mbledhur në një kuvend qytetar për të kundërshtuar propozimin për bashkimin e kësaj bashkie me atë të Vlorës, pjesë e ndryshimeve të parashikuara në reformën e re administrativo-territoriale. Gjatë takimit, qytetarët shprehen shqetësimin se shkrirja e bashkisë mund të ndikojë në zhvillimin e zonës duke sjellë më pak investime, më pak vëmendje institucionale dhe vështirësi në adresimin e nevojave të komunitetit. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë historike dhe kulturore të Selenicës, duke argumentuar se kjo zonë ka një identitet të veçantë dhe një rol të rëndësishëm në trashëgiminë e Labërisë. Sipas tyre, ruajtja e statusit të bashkisë është e lidhur me mbrojtjen e këtij identiteti dhe me përfaqësimin më të drejtë të banorëve. Jam pak i tensionuar edhe i zhgënjur në këto momente që është hedhur jo shashk, por është hedhur një bombë e fuqishme që kërkon zhbërjen, kërkon zhduken e identitetit, një krahinë të madhe me integritet, me histori në shekuj, me identitet territorial, kulturor, ekonomik, historik dhe gjithçka i duhet një komuniteti që të quhet komunitet ekzistent, i gjallë dhe aktiv. Derisa të arrijmë tek qëllimi ynë final, mos lejimin e shkatrimit të qytetit Selenicës, mos lejimin e bashkisë Selenicë të zhduket nga Selenica dhe të bashkohet me Vlorën. Sot nuk jemi mbledhur për interesa politike apo personale. Jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtat e komunitetit ton, për ta dëgjuar atë. Bashkia e Selenicës ka një histori, ka një identitet, ka një të ardhme, ka 47 fshatra. Zëri ynë do të jetë i qytetëruar. Në përfundim të kuvendit, komuniteti pritet të vendosë për hapat mëtejshëm që do të ndërmerren kundër reformës së propozuar dhe për ruajtjen e statusit aktual të bashkisë së Selenicës. Deputeti socialist Erion Braçe ka bërë thirrje që reforma e re administrativo-territoriale të shoqërohet me konsultime të gjera me qytetarët. Ai tha se reagimet dhe protestat në disa bashki tregojnë se komunitetet kërkojnë të jenë pjesë e procesit të vendimarrjes. Deklarata vjen në një kohë kur drafti për uljen e numrit të bashkive ka nxitur kundërshtime në disa zona të vendit. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka kërkuar që procesi për reformën e re administrativo-territoriale të mos kufizohet vetëm në diskutimet institucionale, por të zhvillohet në dialog të drejtë për drejtë me qytetarët e zonave që preken nga ndryshimet e propozuara. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Braçe u ndal te bashkia e Poliçanit, Divjakës dhe Lipohovës, të cilët, sipas draftit të hartuar nga socialistët, parashikojnë të shkruajnë në njësi të tjera administrative. Ai vlerësoi se secila prej këtyre zonave ka identitet, histori dhe specifikat e saj, elemente që sipas tij duhet të merren në konsideratë gjatë procesit të reformës. Poliçani, vendi ku unë për herë të parë u bëra deputet, vendi ku më kanë votuar për herë të parë si deputet. Divjaka, vendi ku për 12 vjet të rresht unë kam marrë votën si deputet nominal. Lipohova, vendi i origjinës time, sipas kësaj ndarje të re territoriale administrative shkrihen dhe bashkohen me njësi të tjera administrative apo bëhen bashki më të mëdhaja.
Deputeti socialist ju referua edhe reagimeve të ditëve të fundit, duke përmendur protestën në Poliçan, ku disa qytetarë dojgjën teserat e Partisë Socialiste, si dhe kundërshtimet e shprehura në Divjak dhe Libohov. Sipas Braçës, këto zhvillime tregojnë se komuniteti kërkon të dëgjohet dhe të përfshihet në vendimarrje. Dita u bë më e vështirë dje për shkak të protestës në Poliçan, të njerëzve që banojnë atje, të socialistëve bashkë me ta. Nuk është e pazakontë. Poliçani kështu ka reaguar kur është vënë në diskutim ekzistenca. Kryetari i bashkisë jep të opinionin e tij në një mënyrë krejt paqësore, krejt sinqert, krejt qytetare, po përsëri autentike. Ai theksoi se çdo ndryshim në hartën administrative o territoriale duhet të mbështetet në konsultime të hapura dhe debate publike, në mënyrë që vendimet të reflektojnë dhe interesat e banorëve të zonave të prekura. Unë mendoj që tani është koha për qetësi, dhe në krahun tjetër, për të dëgjuar njerëzit, për të dëgjuar argumentat e tyre. Pra për të dëgjuar jo udhëheqësit e bashkive, por për të dëgjuar qytetarët në këto zona ku kemi këtë problematikë. T'japim argumenta dhe të marrim argumenta. Reagimi i Braçës vjen në një kohë kur projekt ligji i Partisë Socialiste, i cili parashikon reduktimin e numrit bashkive nga 61 në 46, ka nxitur protesta dhe kundërshtime në disa qytete të vendit, mes tyre Poliçan, Kloz dhe Dimal. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kundërshtuar reformën e re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste, duke akuzuar qeverinë se po dëmton zonat jashtë qendrave të mëdha. Ai e lidhi këtë proces me reformën e vitit 2014 dhe migracionin e lartë të shqiptarëve gjatë viteve të fundit. Berisha u bëri thirrje mbështetësve të tij të bashkohen protestës së 1 Gushtit dhe reagoi edhe për lirimin e ish-ministrit Ilir Beqaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj projektit të ri të reformës administrativo-territoriale, duke akuzuar qeverinë se përmes ndryshimeve të propozuara po thedhon largimin e banorëve nga zonat periferike të vendit. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha deklaroi se procesi i boshatisjes së zonave të ndryshme të Shqipërisë ka nisur. Sipas tij, me reformën e mëparshme territoriale të vitit 2014, ai pretendoi se reduktimi i njësisë vendore ka shoqëruar me ulje të shërbimeve, investimeve dhe mbështetjes së komuniteteve lokale. Zvoglimi me reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. E vërteta po ndodh boshatisja e pamshirë e Shqipërisë nga shqiptarët. Vetëm për këtë, genocid të butë, genocid të krijuar për kushtet kalkuluara, u hoqi shërbimet, komunat, u hoqi investimet, hoqi mbështetjen për bujqësinë, përgjysmoi ndihmën ekonomike. Vetëm në një vit, në qarkun e Kukësit, qarkun më të varfër të Europës, ka ndërprer ndihmën ekonomike të 20.000 familjeve. Pra, ky quhet spastrim etnik për kushtet kalkuluara. Lideri demokrat përmendi dhe shifrat e emigracionit, duke thënë se gjatë dekadës së fundit një numër i madh shqiptarësh janë larguar nga vendi. Nuk ka humbur në 10 vite, siç ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit, sipas Eurostatit, 1.099.000 shqiptarë. Dhe nëse shtojmë statistikën e atyre që shkuan në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuan në Kanada, Norvegji, Lindën e Mesme, Afrikë, Australi, vende tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Berisha u bëri thirrje qytetarëve dhe mbështetësve të tij që të marrin pjesë në protestën e 1 Gushtit, duke deklaruar se temperaturat e larta dhe presionet politike nuk kanë ndaluar kundërshtimin ndaj qeverisë. Ndaj dhe ftoj të gjithë demokratet e demokrat që jenë sonte në këtë uragan që ka tronditur dhe ka bërë të pashpresë regjimin e Edi Ramës. Në fund të deklaratës së tij, kreu i PD-s komentoi edhe ndryshimin e masës së sigurisë për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili kaloi nga paraburgimi në arrest shtëpie. Berisha akuzoi Beqajn dhe qeverinë për përgjegjësi politike lidhur me çështjet për të cilat ata janë përballë drejtësisë. Nuk mund të përgjigjesh, sepse zbashku me Edi Ramën
jeni dy faqezit më të mëdhenj në historinë e këtij vendi vetëm në raport me koncesionet. Deklaratat e Kreut Demokrat u bën gjatë një takimi me qytetarët në një kohë kur debatet për ndarjen e re territoriale kanë nxitur reagime në disa bashki të vendit. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar pas zëvendësimit të masës së sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ai pretendon se paraburgimi 15 mujor ishte i padrejtë dhe hedh poshtë akuzat për përfitime të palishme. Beqaj komentoi gjithashtu deklaratat e Sali Berishës dhe proceset penale që po zhvillohen ndaj tij në SPAK. Vetëm pak orë pasi u transferua në arrest shtëpie me vendim të gjykatës së posaçme, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar publikisht përmes avokatit të tij duke cilësuar të padrejtë periudhën 15 mujore të kaluar në paraburgim. Në reagimin e tij, Beqaj shprehet se rikthimi pranë familjes dhe mundësia për të shqyrtuar materialet e dosjeve përbëj një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e tij ligjore. Ai thekson se është mbajtur në paraburgim në kundërshtim me kushtetutën dhe dispozitat e kodit të procedurës penale pavarësisht statusit të tij si ish funksionar i lartë. Ish-ministri komentoi dhe deklaratat e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha duke lënë të kuptohet se nuk do t'i përgjigjet për momentin. Sipas tij, përgjigjet do të jepen në sallën e gjyqit kur Berisha të paraqitet si dëshmitar në procesin që lidhet me koncesionet e instrumenteve kirurgjikale. Beqaj, i cili ndodhet në arrest shtëpie për çështjen e Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, kujton se ka ushtruar detyrën e ministrit të Shëndetësisë për 3 vjet e gjysmë dhe atë të drejtorit të përgjithshëm të SASPAK-ut për 2 vjet. Ai bëri të ditur se ndaj tij janë në zhvillim 3 procedime penale në prokurinë e posaçme, ndërsa thekson se hetimet të marra së bashku shtrehen në një periudhë prej 16 vitesh pa pasur ende një vendim përfundimtar dënues. Në deklaratën e tij, Beqaj këmbgul gjithashtu se hetimet nuk kanë provuar asnjë përfitim të palishëm pasuror. Sipas tij, nuk është gjetur asnjë provë që të dëshmojë se pasuria e tij është shtuar si rezultat i ushtrimit të funksioneve publike. Reagimi vjen pasi gjykata e posaçme zbuti masën e sigurisë duke marrë në konsiderat përfundimin e afateve të paraburgimit dhe kthimin e fashikujve për hetime shtesë. SPAK ka dhënë detaje zyrtare mbi arrestimin në Francë të Ermal Beqirajt i kërkuar ndërkombëtarisht për disa vepra të rënda penale. Sipas prokurorisë së posaçme, gjatë hetimeve janë identifikuar pasuri me vlerë miliona euro, për të cilat është kërkuar sekuestrim. Ndërkohë, autoritetet shqiptare kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka publikuar një njoftim zyrtar lidhur me arrestimin në Francë të Ermal Beqirajt, i cili është padhur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të një hetimi për disa vepra penale të rënda. Sipas SPAK, ndaj Beqirajt është caktuar masa e sigurisë arrest në burg për muajin dhjetor të vitit 2025, ndërsa më pas ishte kërkuar shpadhja e tij në kërkim ndërkombëtar përmes njoftimit të kuq të Interpolit. Prokuroria bën të ditur se ai akuzohet për një sër veprash penale me styre konkurrence palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishmërisë së lirisë, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera publik, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, kryerje të veprave penale në kuadër të organizatës kriminale, si dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Në bashkëpunim me autoritetet franceze, SPAK deklaron se janë identifikuar pasuri me origjinë të dyshuar kriminale në territorin francez. Bëhet fjalë për llogari bankare me mbi 2 milion euro, 2 apartamente, një kështjell me vlerën e rreth 2.6 milion euro, si dhe automjet të ndryshme. Për këtë pasuri, si dhe për asetet të tjera që mund të evidentohen gjatë vijimit të hetimeve, prokuroria e posaçme ka dërguar kërkesë për ndihmë juridike të autoriteteve franceze me qëllim vendosjen e sekuestros. Ermal Beqiraj u arrestua në Francë 24 korrik pasi hyri në një avion të lehtë në hapësirën ajrore të kufizuar të një centrali bërthamor. Pas arrestimit të tij, SPAK i ka përcjell Ministrisë së Drejtësisë kërkesën për nisjen e procedurave të ekstradimit, e cila do të transmetohet autoriteteve kompetente franceze për kthimin e tij në Shqipëri. Mungesa e ndriçimit në aksin Plepa-Kavaj vijon të shqetësojë drejtuesit e mjeteve dhe banorët në një periudhë ku qarkullimi është tuar ndjeshëm për shkak të sezonit turistik. Edhe pse infrastruktura e ndriçimit është instaluar, shtyllat nuk janë funksionale. Ekspertët paralajmërojnë se situata rrit rrezikun e aksidenteve dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme.
Rritja e fluksit të automjeteve gjatë sezonit turistik ka nxjerrë edhe një herë në pa problematikën e mungesës së ndriçimit në disa prej akseve kryesore rrugore të vendit. Një nga segmentet më problematike mbetet rruga Plepa-Kavaj, e cila lill Durrësin me zonën turistike të Bregdetit dhe jugut të Shqipërisë. Çdo mbrëmje në këtë aks qarkullojnë mirë automjete, mes tyre banor të zonës, pushues vendas dhe turistë huaj. Megjithatë, pavarësisht pranisë së 10 shtyllave të ndriçimit përgjatë rrugës, sistemi nuk është në funksion dhe segmenti mbetet i zhytur në errësirë. Në mungesë të ndriçimit publik, drejtuesit e mjeteve orientohen vetëm nga dritat e automjeteve, çka ul ndjeshëm shikueshmërinë dhe shton rrezikun e aksidenteve, sidomos në një aks me qarkullim të dendur, kryqëzime dhe hyrje-dalje të shumta. Deri më tani, institucionet përgjegjëse, përfshirë Drejtorinë Rajonale të Rrugëve dhe Autoritetin Rrugor Shqiptar, nuk kanë dhënë një shpjegim mbi arsyet pse infrastruktura e ndriçimit nuk është vënë në funksion. Ekspertët e sigurisë rrugore theksojnë se ndriçimi është një element i domosdoshëm për parandalimin e aksidenteve dhe jo thjesht një investim estetik. Sipas tyre, mungesa e tij në një nga akset më të frekuentuara të vendit përbën një problem serioz për sigurinë rrugore. Edhe pse në disa segmente janë kryer investime për instalimin e rrjeteve të ndriçimit, ato mbeten pa efekt për sa kohë sistemi nuk funksionon. Për banorët dhe përdoruesit e përditshëm të aksit Plepa-Kavaj, vënia në punë e ndriçimit konsiderohet një ndërhyrje urgjente për të garantuar lëvizjen më të sigurt, veçanërisht gjatë muajve të verës. Rritja e çmimit të karburantit po ushtron presion të ri mbi sektorin e transportit publik, duke i detyruar operatorët të kërkojnë qeverisë vazhdimin e mbështetjes financiare edhe për muajt qershor, korrik dhe gusht. Shoqata e transportit urban dhe interurban argumenton se nafta, e cila ka arritur në 214 lekë për litër, ka arritur ndjeshëm kostot operative, duke bërë gjithnjë më të vështirë për badhimin e aktivitetit të përditshëm. Sipas operatorëve, konsumi i lartë i karburantit nga autobusët dhe mjetet e transportit publik ka krijuar një bartër financiari që rrezikon vijimsinë e shërbimit dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktore. Kërkesa drejtuar institucioneve vjen me kulmin e sezonit turistik, ku numri i pasagjerëve është rritur. Megjithatë, përfaqësuesit e sektorit theksojnë se të ardhurat shtesë nuk janë të mjaftueshme për të kompensuar rritjen e kostove të karburantit. Më herët, si pasojë e rritjes së çmimit të naftës të lidhur me tensionet në lindjen e mesme, qeveria miratoi një fond prej 250 milion lekësh për kompensimin e operatorëve me një subvencion prej 50 lekësh çdo litër karburant të konsumuar gjatë periudhës së mars-maj. Megjithatë, sipas shoqatës, një pjesë e operatorëve ende nuk kanë përfituar pagesat e parashikuara. Për këtë arsye, ata kërkojnë jo vetëm zgjatjen e skemës së kompensimit, por edhe thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave të rimbursimit, duke konsideruar këtë mbështetje të domosdoshme për garantimin e funksionimit normal të transportit publik. Policia e Shkodrës ka finalizuar 2 operacione kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe armbajtjes pa leje. 4 persona janë arrestuar ndërsa një tjetër po hetohet në gjendje të lirë. Gjatë aksioneve janë sekuestruar lëndë narkotike dhe një armë zjarri. Policia e Shkodrës ka goditur 2 raste të veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjen pa leje, duke arrestuar 4 persona dhe proceduar penalisht një tjetër. Sipas policisë, operacioni i parë është rezultati i një hetimi disa mujor, gjatë së cilës është dokumentuar aktiviteti një grupi personash që dyshohet se bashkëpunon me shitjen, shpërndarjen dhe mbajtjen e lëndëve narkotike në qytetin e Shkodrës. Në përfundim të aksionit u arrestuan 3 të rinj të moshës 20 dhe 22 vjeç, ndërsa një 34 vjeçar u procedua në gjendje të lirë. Autoritetet bëjnë të ditur se në kuadër të njëjtit procedim penal gjatë muajve qershor dhe korrik ishin vënë pranga edhe 4 persona të tjerë të përfshirë në të njëjtën skemë kriminale. Në një operacion të dytë të zhvilluar në Velipoj, policia arrestoi një 18 vjeçar, i cili gjatë kontrollit fizik u kap me armë zjarri dhe doza të vogla të lëndëve narkotike, të dyshuar kanabis, të përgatitura për shitje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë, e cila po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë së personave të përfshirë dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm. Vijojmë me informacione nga Kosova. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmërinë për të negociuar me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja. Zyrtarët e LDK-s thonë se marrëveshja duhet të mbështetet në parime të qarta politike dhe ndarje të përgjegjësive. Ndërkohë, me konstituimin e kuvendit nisin afatet kushtetuese për krijimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka sinjalizuar gatishmëri për të hyrë në bisedime me lëvizjen vetvendosje me synimi për të arritur një marrëveshje që do të jepte një rrugë krijimi të institucioneve të reja të vendit. Nën kryetari i LDK-s, Lufti Hazieri bëri të ditur se gjatë mbledhjes së kuvendit të partisë është miratuar qëndrimi që kjo forcë politike të angazhohet në procesin e negociatave me synim për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja për të kontribuar në krijimin e një shumice institucionale. Sipas Hazierit, LDK-ja është duke shërtuar ofertën për bashkëpunim për të bërë nga lëvizja vetvendosje, por theksoi se çdo marrëveshje duhet të përfshijë dakordsi të plotë për funksionimin e institucioneve, programin e qeverisë, politika sektoriale, interesin shtetëror dhe ndarjen e përgjegjësive mes partnerëve të mundshëm të koalicionit. Ai shtoi se tashmë i takon vetvendosjes të dëshmojë në raundet e ardhshme se bisedimet nëse është e gatshme të pranojë këto parime. Hazieri u shpreh se në rast se ekziston vullnet politik nga të dyja palët, çështjet kryesore mund të zgjidhen brenda 24 orëve. Ndërkohë, pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ka nisur të rrjedhin afatet kushtetuese për formimin e ekzekutivit të ri. Po ashtu deputetët do të kenë në dispozicion 60 ditë nga dita e konstituimit të legjislaturës për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 2 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Qendrove të pasdites në relievet malore lindore priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mot të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Diti do të ketë dallgëzim të ulët të rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë shumë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 33 gradë. Peshkopi 18 deri në 31 gradë. Tiranë 22 deri në 37 gradë. Durrës 24 deri në 34 gradë. Kavaj 24 deri në 34 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 38 gradë. Korçë 17 deri në 29 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 30 gradë. Sarand 25 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mot të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 17 deri në 34 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 33 gradë. Skënderaj 17 deri në 34 gradë. Pej
17 deri në 34 gradë. Prishtinë, 17 deri në 34 gradë. Gjakov, 18 deri në 35 gradë. Malishev, 18 deri në 35 gradë. Gjilan, 17 deri në 34 gradë. Ferizaj, 17 deri në 34 gradë. Kaçanik, 16 deri në 33 gradë. Suharek, 18 deri në 35 gradë. Prizren, 18 deri në 35 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishimin e edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.